nuk do të ketë me mua kryetar qeverisje që nuk nje as super talentin si nxënës e as super mësimdhonësin që shkrije duke punu me i qu gjenerat atuna për para. Do të startoj me mësimin gjithditor në komunën e Vështrës, gjitha ato shkolla ku plotësohen kriteret aktuale për me fillu mësimin gjithditor do ta fillojmë si projekt, ndërsa në shkollat e qytetit kërkohet investime shtesë për shkak se mungojnë hapësira dhe duhet të sigurojmë këto hapësira për me fillu si proces. Do të bëjmë aktivitete shtesë nga sporti dhe arti si pjesë e programit të mësimit gjithditor, do të sigurojmë shujtat për klasën e parë dhe në 5 që kryetari aktuali ka ndërprej, do të bëjmë rritjen e sigurisë në shkolla, do të bëjmë sigurimin e transportit falas për gjithë nxënësit e shkollave të mesme të larta të komunës Vështrës, që është shumë e rëndësishme sepse nga fshatrat e thella të Vështrës edhe po paguhet shtrajt për bileta nga ana e nxënësve dhe familjarëve. Pra ju do të subvenciononi tërësisht? Po, do të sigurojmë transportin falas për gjithë nxënësit e shkollave të mesme të larta, sepse ne kemi edhe projektin e rregullimit të transportit urban të komunës Vështrës dhe ndërurban, që bën zgjidhjen në vitet e ardhshme komplet si institucioni ndërmarrës së transportit urban. Mirë, po deri në atë kohë ne sigurojmë transportin falas për këta nxënës. Do të sigurojmë hapjen e drejtimeve të reja të profileve të mjekësisë në kuadër të shkollës profesionale, që i mungon qytetit të Vështrës, ekzistojnë gjitha kushtet dhe rrethana që këto drejtime të hapen në komunën e Vështrës. Unë punoj edhe vetë në një shkollë të tillë profesionale në Mitrovicë dhe Vështreja ka edhe spitalin e përgjithshëm, ka edhe qendrën kryesore të mjekësisë familjare, që është mundësi reale që mu hap këto drejtime në kuadër shkollës profesionale, edhe të njëjtin nxënës ta kryejnë pjesën praktike në spitalet e Vështrës dhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, gjë që i mundson nxënësve tonë që mos shkojnë më në Mitrovicë për me realizu një ëndër tyre me krye një drejtim të tillë, dhe po ashtu nuk ka nevojë me shku në shkolla private me pagu shumë para për me krye një drejtim të shkollës mesme të mjekësisë, e që është njëra prej drejtimeve më të preferuar të rive tonë. Do të bëjmë kabinete të shkencave natyrës dhe teknologjisë informative në gjitha shkollat ku mungojnë, do të bëjmë këndë inovacioni për punë praktike në shkolla, do të arrisim vlerën e bursës nga 600 në 1000 euro, sepse vlera e bursës në Vështrë nuk është rritur ndër vite, ndërkohë që inflacioni ka zhvlerësuar vlerën aktuale. Do të themelojmë shumë rëndësi projektin e qendrës burimore shkollë familje, ku do të ofrojmë logoped, pedagog, psikolog dhe edukatorë që do të mbajnë orë shtesë pa mësimit rregullt për fëmijët me nevoja të veçanta dhe ata me ngjecje në zhvillim dhe procedurat e mësimit, në mënyrë që përmes këtyre mësimeve shtesë që i ofrojmë në këtë qendër burimore do të zbutet pabarazia e këtyre nxënësve me nxënës të tjerë që kanë zhvillim normal. Do të vazhdojmë trajnimet profesionale për mësimdhënësit dhe do të vazhdojmë po ashtu vizita sistematike në qerdhe dhe në arsimin parauniversitar për gjithë nxënësit e komunës Vështrës, në mënyrë që të kujdesemi edhe për shëndetin e tyre, e po ashtu do të japim arsimit shumë rëndësishme e cek karakter garues, do të shpërblehen mësimdhënësit e dallum edhe nxënësit e dallum, nuk do të ketë me mua kryetar qeverisje që nuk nje as super talentin si nxënës e as super mësimdhonësin që shkrije duke punu me i qu gjenerat atuna për para, por as nuk e nje kryetari komunës, as nuk e nje drejtoria e arsimit, as kush për rezultatet e mëdha që i arrin gjatë karrierës tij. Ne në fakt se diçka kemi mësimdhënës të cilët nav pensionohen që kanë qenë figura ikonike të arsimit komunës Vështrës dhe dalin në pension pa u bërë fare lajm, as pa qenë fare falënderues ndaj punës tyre, e në ndërkohë ato që tha edhe kolegja Ismoku, zgjedh figura me preferenca politike duke kalu ka komuna e ju ndon mirënjohje kryetari aktual.